Drama Babai, autorit francez Florian Zeller, e vlerësuar me shumë çmime ndërkombëtare, do të vjen për herë të parë në skenën shqiptare nën regjinë e regjisorit kosovar Ersan Zymberit. Babai do të ngjitet në skenën e teatrit eksperimental këtë fundjavë nga data 9 deri në datën 12 tetor. Për diskutuar detajet rreth shfaqjes, mënyrës se si kanë ecë provat, kush është kasta në një linjë të drejtë për drejtë nga Tirana, kemi regjisorin Ersan Zymberi. Ersan, përshëndetje. Përshëndetje për ty dhe për kreta pa që për në ndjekin këto momente. Shumë faleminderit. Në fare pak ditë, aktorët ngjiten në skenën e teatrit eksperimental atje në Tiranë për të performuar shfaqjen Babai. Po pra, ashtu si the edhe ti, nga nesër ne fillojmë, pak të kemë premierën e shfaqjes, e cila pastaj vjen edhe në data tjera, deri në fund javë deri të dielën, për të vazhduar pastaj prapë në programin e teatrit kombëtar eksperimental. Edhe jemi në një fazë ethësh, në një fazë diskutimi, ku kemi mbaruar gjitha gjanat edhe që po provojmë, si më thonë, me përmbyll një cikël urojt suksesshëm, këtë do të jap natyrisht publiku, po të gjithë procesit provave, gjithë asaj që ka ndodhur këtë proces. Po, dhe si po ecin provat, Ersan? Jam shumë i lumtur me që nga fillimi kur kemi filluar me gjithë kastin e aktorëve, me Viktorin, me Eglën, me Lindën, Pierinin, Danën, dhe kushtet që janë ofruar natyrisht edhe prej teatrit kombëtar eksperimental. Mendoj që gjithë procesi ka qenë një i veçantë, i shumë i dashur edhe i përkushtuar me një disiplinë shumë të madhe të aktorëve dhe të gjithë stafit teatrit, për çka jam falendërues. Uroj që kemi bërë një punë shumë të mirë edhe të pëlqejë nga publiku. Po, për kastin e aktorëve do të flasim edhe më vonë, flasim pak për tematikën e shfaqjes Ersan. Çfarë do ju ofroj Babai shikuesve? Po, Babai, si më thonë, një shfaqje për kujtesën, për kohën që tretet, për dashnin, për humbjen e kontrollit ndaj realitetit. Është një histori ndoshta fillimisht e thjeshtë në duke, po që flet për një baba që po përballet me humbjen e kujtesës. Po që brenda asaj fshihet një pyetje ndoshta shumë njerëzore, kisha me thonë, që si ndihet njeriu kur bota rreth tij fillon me ndryshuar dhe nuk e kupton askush, nuk e kupton më ai qartë se ç'është e vërteta. Më ka dashur edhe më ka interesuar me ditë që këtë histori ta trajtoj jo vetëm si dramë familjare, po ndoshta edhe si një lloj udhtimi në mendjen e njeriu i cili po humb tokën në kam veta, po ndjenjën e realitetit. E qartë. Ersan, në Kosovë edhe kemi pa shfaqjen pikërisht punuar nga ju djali. Tani vije Babai, ka ndonjë lidhshmëri tematika ose diçka të ngjajshme? Autori Florian Zeller është ai i cili në gjitha dramat e tij, po në vëllimin e dramave të tij ka një pjesë shumë të rëndësishme, pra e ka djalin, nënën edhe babain, të cilat 3 drama e përmbyllin ciklin e dramave të tij familjare që ai shkruan në këtë kontekst, në këtë logjik. Unë e kam bërë djalin, tash jam përfundim pa nesër do të kemi premierën e shfaqjes Babai dhe do të filloj provat në Kosovë kur të kthehen për shfaqjen tjetër nëna. Ajo që i lidh të trija këto është pikërisht drama njerëzore, drama familjare. Emrat e personazheve janë të njëjtë, po që të trija funksionojnë drama si drama të veçanta dhe nuk kanë ndonjë lidhje të domosdoshme ose një ngjizje mes tyre, pra funksionojnë si 3 drama. Po, natyrisht. Të flasim pak edhe për kastën e aktorëve. Cilët janë aktorët ndoshta kryesorë në këtë shfaqje? Po, unë e kam një kënaqësi shumë të madhe dhe një fat që në mesin e ekipës ta kem Viktorin, Viktor Zhustin, i cili është një aktor i jashtëzakonshëm që e ka mbajt me dignitet dhe me thellësi, ka zhvilluar personazhin që ai e lum, pra Babain, Andrej. Edhe aktor tjerë që e përbojnë këtë pas mrekullueshëm është edhe Egla Ceno, e cila po ashtu e ka bërë një rol shumë të mirë dhe një punë shumë të mirë në ndërtimin me shumë kujdes, me një shasje shumë të veçantë personazhit të saj anës ose vajzës Babait. Është Pierin Vlashi, është Linda Jarani dhe është Adriana Tolta.
ta aktorë janë ata që e përbojnë kastën tonë. Sa e lehtë Pastaj vjen me është skenografi. bashkëpunohet Ersan me aktorët nga Shqipëria? Pra, gjua e përbashkët që gjeni, mënyrën se si bashkëpunoni, me qënë se kryesisht ju edhe keni vepruar në shfaqjen Kosovë. Ne nuk dallojmë shumë. Këto shkëmbimet kulturore janë shumë të nevojshme, jo nuk dallojmë shumë, ne nuk dallojmë as pak sepse jemi gjithë shqiptarë. E kam në kontekstin e mënyrës së punuarit. Nëse flet në atë aspekt, atëherë këto shkëmbime, këto shkëmbime ndihmojnë si me thonë, edhe të përvojave tona të përbashkëta që mund t'i kemi, mësimet që mund t'i marrim për njëri tjetrit, për kushtimit qasjes ndaj teatrit, ndaj regjisë, ndaj lojës aktoriale, ndaj gjithçka. Po që unë kam gjetë një harmoni edhe një përkushtim të jashtëzakonshëm mes në këtyre aktorëve, mi ka qenë e vështirë ky aspekt, ka qenë shumë e qartë që nga fillimi, e kam pas një vizion se çka po duam me bëu me shfaqjen. Edhe unë aktorët në shfaqje i trajtoj me shumë dashuri, me një lloj krijimit një atmosferës shumë të mirë punës, sepse vetëm kësaj mendoj që ata do të mund të ndërtonin dhe të ndihen sigur në krijimin e roleve tyre. Pra nuk është që kemi pas shumë vështirë, por kundrazi na kanë ndihmuar shumë bashkë dy anëve edhe Kosovës edhe Shqipërisë. Se kur energjia brenda kolegialitetit është e mirë, më pas edhe punët shkojnë më lehtë. Meqense Ersan jemi edhe drejt fundit të kësaj pjese, një pyetje e cila ju intereson ndoshta edhe qytetarëve të Kosovës. Do të kenë mundësinë që shfaqjen Babaut ta shohin në teatrët në Kosovë? Po, natyrisht edhe mu si regjisor më intereson shumë kjo gjë, po edhe teatri kombëtar këtu në Tiranë, teatri kombëtar eksperimental, kam menduar që gjatë nëntorit po shohim të kemi një lëvizje në Kosovë, në Prishtinë, Gjilan edhe në ndonjë qytet tjetër. Po që natyrisht do të ketë edhe do të njoftohemi me kohë që gjithë ata që jetojnë në Kosovë ta shohin shfaqjen sepse është më rëndësi edhe për publikun tim shpreh nga avion pra prej Kosovës që vinë të shohin këtë shfaqje sepse vërtet e kemi bërë një punë uroj të jetë e pëlqyeshme edhe për publikun, por një punë me shumë dashni edhe me shumë kujdes. Ersan, të falenderojmë shumë që ishe në këtë lidhje direkte. Faleminderit ju me gjithë.